Shërbimi sekret Ukrainas dhe sulmi në operacionin që ushtria e Ukrainës quajti operacioni i rrjetës së Merimangës është përshkruar nga shumë veta si Pearl Harbori në historinë e Rusisë. Më thënë, ashtu sikur në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Amerikanët e përdorën sulmin e Pearl Harborit për të hyrë në luftën botërore, domethënë kundër Japonisë. Shumë analistë e kanë rrëfyer këtë moment si një nga momentet ku ukrainasit kanë bërë provokimin më të rëndë në historinë e luftës ndaj Rusisë. Bombardimet e Ukrainës kanë përfshirë disa baza, baza ruse, baza që shkojnë që nga Siberia edhe deri në polin e veriut në Murmansk, dhe këto baza janë ato baza ku Rusia dhe strehon avionët e saj nuklear. Është goditur baza e Murmanskut,